Kemi pas probleme serioze me gardën e Republikës, gardën e TMK-s në atë kohë. Kërë Ministri e Republikës, Agim Qeku, zhdasht me mënyrë tjetër, që Kërë Ministri e Republikës, me anashkalu strukturat komanduse edhe me thirr njerëz të uniformum legjitim me arë me bëhë gardën e nderit. Sepse ka qenë i pengum publikisht edhe praktikisht më bëhë nderi për Presidentin e Republikës. Kur këtë bota o që në kom, kjo është zatën që e ka ndohë të më kësë masanej. So shpërbohë të më këja. Ta nuk e din, po që ta sjellë arrogante e individve të dalë për mi legjë, dhe kur të vdes presidentit i thune nuk du me ndëru, atër të shpërbohësh. Dhe koalicionin e partnerit që ka qenë AK-ja, në opozit, PDK-ja dhe këtë ky mozaik politik në Kosovë, para shpalljes së deklaratës pavarësi, sepse presidenti Rugova është ndohë prej jetës duke qenë kryetari i Këshillit të Unitetit, grupit të Unitetit, cilën manej në mënyrë të drejtë për drejtë e ka udhëheqë në gjatë datës e kryetari i Kuvendit dhe fatmirës që i diju si përfaqësues i Ibrahim Rugos në këtë grup të Unitetit, i cili ma vonë u bë dhe president i Republikës. Tani, ai se ka pas letë, sepse ka dash me bo respekt shtetnor. Ka dash me shkaktu respekt shtetnor, i cili ka ndodhë falë ti edhe Këshillit organizativ, ku konë Alush Gashi, unë e kam qenë amen qeveris, kam qenë zavendës kryeministër, ku përfaqësuar qeverin edhe ministra tjerë kanë qenë të subordinum këtë angazhim, po për kabinetit i ka qenë Alush Gashi, profesori Alush Gashi, profesori Muhamet Hamiti, edhe ka qenë i Këshilli i Madh organizativ, që ne kemi punu me subordinum. Kemi pas probleme serioze me gardën e Republikës, gardën e TMK-s në atë kohë. Do thotë është e vërtetë që ka pas refuzime. Kur thoni probleme serioze, deri ku kanë shku nivelet e probleme serioze? Ka pas interferime politike e pengesë? Kërë Ministri e Republikës, Agim Qeku, zhdasht me mënyrë tjetër, që Kërë Ministri e Republikës, me anashkalu strukturat komanduse edhe me thirr njerëz të uniformum legjitim me arë me bëhë gardën e nderit. Sepse ka qenë i pengum publikisht edhe praktikisht më bëhë nderi për Presidentin e Republikës. Kur këtë bota o që në kom, këtë bota ka ardhë në Kosovë, këtë bota o që në kom, dhe aja nërë ka qenë i dhemshëm i madhë. Në argument të eksponentit e asoj kohë politikë. Ne kemi përbalu me qëtësi. Policia shtetit ka qenë organi i vetëm funksional, i subordinum pa asni problem, asni zonë, në policinë e shtetit nuk e kemi dëgju. Policia e shtetit e ka kry punën në mënyrën më të mirë të mundshme. Tek TMK-ja, që kjo është zatën që e ka ndohë TMK-s masanej. So shpërbon TMK-ja. Shpërbon. Ta nuk e din, po që ta sjellë arrogante e individve të dalë për mi legjë, dhe kur të vdes presidentit i thune nuk du me ndëru, atër të shpërbohesh. Kjo është fatura që është pagu, dhe pëse sot është... Pagu, po normal që është pagu, nuk ka, o FSK. Po. Ndëgjë se TMK ka mojtë mu gradu, pa o prek me shku në nivel tjetër. Po vendimi është morë që këta që se dëgjojnë shtetën e vetë, këta që në rasin që këtë bota ka po. Po thu që refuzimi për pjesëmarrjen në varrimin e presidentit Rugova i ka kushtuar me shpërblim. Ata që nuk kanë leju me ardhë ushtarë me bon gardën e nderit, ata kanë shpërmba TMK-n, kanë që sinjalet më të këqija në Washington dhe në Bruxelles, që këta burra dhe gra, këta nuk e ndëgjojnë shtetën e vetë. Zotja Ziri, se përna shkojnë shumë shpejt. Dhe këta ju ndalë për rëndë, na këna ndërtu strukturë të re, dhe shëqyrë zotit që këna bë strukturë të re. Zotja Ziri, është FSK-ja sot. Një pjesë e eksponentëve të asoj kohë, sot jenë pjesë edhe politikës. Argumentimin thonë që ka pas edhe refuzim prej ambasadës amerikane, mos përfshihet garda, mos përfshihet ushtria. Jo, është e vërtetë, kjo si akter ndërkombëtar kanë thonë, s'do me përzi ushtrinë, edhe zoti Daci nuk i ka ngu, zatën që i ka kushtu edhe me karrierën vet politike.
Cila është e vërteta? Unë kam qenë zëvendës kryeministër edhe përfaqësuesi më i lartë në Këshill Organizativ. Ka qenë numër 1 në gjatë dasë, nuk ka qenë numër 2 në strukturën e shtetit. Po, se ka qenë kryetari i parlamentit, që Unë kam qenë zëvendës kryeministër, përfaqësuesi më i lartë. Kryeministri ka qenë, unë po flas për raportin e LDK-s. Agim Qeku ka qenë përfaqësuesi i AK-s në qeveri. Qeveri. Edhe ambasada amerikane na ka ndihmu ne me bërë ceremoni shtetënore më të mirë të mundshme. Na ka ndihmu, na ka ofruar mbështetje ceremoniale. Do të thotë nuk shndron vërtet këto narrativa, këto tregime të kafeve. Qeveria britanike ka pru protokoll shtetënor prej Londrës edhe staf fizik më na ndihmu në organizimin e protokollit mortor. Ka pru staf. Ka pru staf prej Londrës në organizimin e ceremonialeve mortore. Se na s'kena pas provoj. Kosovë ka pas zona me bon organizime kanonore, krahinore, po shtesnore është ajo që ka pas zoti Nejat Daci. Shpirti ti bof dritë. Ka shkaktu agent shtetënore. As lindore me një mujdit me mojtëzi, sepse të edhen, të ndrojnë bota. Po ka shkaktu një agent shtetënore, shtet i ri të dalë, të ndërtu, ka organizu në shtet në ceremonial, shtetënor në cilën e këtë kemi punu, kemi pas bagi probleme se nuk kemi pas provoja. A dini që njerës kam prit 3 ditë në rresht me hy në respekt presidentit. Po. Presidentit, edhe nuk kam pranu me hy paren në mrena. Mrena, se ka pas regullore dhe konceptit. Minus 24 gradë ka qenë temperatura. Di kam qenë student, atë e di softë të duan. Nuk kam pranu pleq, unë kam taku njerin në moshë, kam thonë, hajde, unë po të shti paren, sepse kam qenë ngarku me delegacionin ndërkombëtare. Unë i kom pranu delegacionin ndërkombëtare, i kom vendos, i kom strehu, i kom organizu, unë kam përgjithësi kryesor. Zoti Aziri, për sfidat e LDK-s për të 20 vjetë pas vdekjes presidenti Rugova, i kom edhe 2 pyetje pikërisht të kjo pjesë. Zakonisht, zatën presidenti Rugova pa dalë në konferencën e famshme kur tregon për gjendjen e vetë shëndetësore. Kur e keni kuptuar mrena subjektit politik që presidenti është i diagnostikuar me kancer të ashpër në mushni? Shtatori i 2005-ës vërtet ka qenë i dhenshëm sepse diagnostifikimin e ka bo publik vetë presidenti. Me njëherë? Me njëra. Asë në ditë se ka mojnë fsheft. Edhe na ka njoftu, po ka qenë i bindun që betejën e ti për shëndet ka me bo në emën Zotit. Deklarat ati i thot në emën Zotit, unë ka me fitu këtë betej, ka me luftu, edhe ka bo, luftën e vetë e ka bo deri me 21 janar. Zoti Aziri, edhe një pyetje tjetër për mi shumë, po. Asë një moment të jetës ti, unë në takimin e fundit që kam pasë me to ka qenë në pritjen për vitri. Takimin i fundit? Po. Ky ka qenë takimi i fundit? Pritjen për vitri. Po se ky, po, me 31 të një. Mandej, mas vitit të ri, jeta e ti ka ndryshu, nuk ka qenë aja që ne sot e të qumë jetë kualitative. Zoti Aziri, kom edhe 2 pyetje. Nështë ta mund me t'i këdu primitive, dhe jo ti ke me folë me një autoritet sikur ju, po jam pyetje cilat sot vazhdojnë të përdoren për eksponentëve politik, kundërshtarëve të LDK-s e konkretisht presidenti Rugova. Vazhdojnë që arkullohet edhe sot që zoti Rugova e ka pas fejnë ndrume. Që nuk është, tash, kërkoj falem, më duak pyetje primitive, unë e di paka shumë historinë, por a ju kanë kryer rritet fetare zotit Rugova për para varrimit? Se thamna, kemi përcaktu një varrim shtetënor. Cila është e vërteta? Unë e di që mëlla ka pas tregime, pështroj si pyetje. Gjitha ceremonit shtetënore ju kanë bo,